presim pra fillimin e kësaj ndeshje. Zoti Tafil, ç'mund na thuash? Kemi shumë besim fitore. Ekipi kundërshtar na duket disi i mbaruar. Apo çau ti ku? Çau i bitel. Ja një nga antarët e ekipit nën 30 vjeç. Berti. Tani si lojtar që jemi, kemi shpresa të fitojmë. Po. Besim të plot. Si e shikon kundërshtarin? Po, dyja ekipe të forta janë, po ne themi me fitore të dalim. Pra shikojmë fitore të thellë. Ja tani intervistojmë portierin e ekipit nën 30 vjeçar. Ja tani takojmë një nga futbollistët më të mirë të viteve 80 për ekipin e Zvarishtit, Odo Bashllari. Ç'mund na thoni? Them se do ta fitojmë ndeshjen e sotshme. Si u duket ekipi kundërshtar? Ekipi kundërshtar është një ekip i ri, i përgatitur, por fal aftësive tona tekniko-taktike themi se do ta lëmë. Sukses. Ja pak në tutje ndodhet edhe një veteran, Kafiz Bashllari. Ç'mund na thoni ndeshjen e sotme? Ndeshjen e sotme jemi shumë, jemi shumë të kënaqur se jemi me fitore. Pavarësisht se jemi domethënë të moshuar, po jemi suksese. Ida këta. Ja me një nga futbollistët kryesor të ekipit nën 30 vjeçar, Çrima Golli. Si u duket ndeshja e sotme? Ndeshja e sotme është një ndeshje shumë interesante midis dy ekipeve të fshatit tonë. Ekipi mbi 30 vjet paraqit një ekip, si mund ta themi, interesant për ekipin ton. Rezultati do dalë një ndeshje e bukur. Rezultatin do t'ja lëm fushës. Portieri i ekipit të rriturve? E kemi sigurt. Suksese. Ja dhe Barian Bashllari. Një nga më të mirët e futbollistët të Zvarishtit që në kora dhe prapë paraqit rrezikshmëri. Ç'mund na thoni? Do të jetë një ndeshje shumë e fortë, po fitoren do t'ja lëm fushës. Nga sulmuesit kryesor të Zvarishtit, ç'mund na thoni për ndeshjen e sotme? Ndeshja e sotme është një derb, domethënë midis të rinjve dhe të rriturve. Ekipi të rriturve i ka fituar tëra ndeshjet dhe nuk besoj që kësaj radhe të dalim të zhgënjur nga fuqa. Suksese. Nën 30 vjeçar. Ja ju afrohemi. Ja shoh informacionin e ekipit, portier Leonard Bashllari, Eduard Golli, Zalo Bashllari, Wilson Bashllari, Çlirima Golli, Adriatik Bashllari. Ja afrohemi Gentiana Golli, dhe së fundi shtatlarti Robert Bashllari. Se unë shaja dhe djem ka. Ç'mund të thoni për humbjen? A fitojnë ata? Janë djem të rinjë ata? Misirë thoi basketbol lojtëm se morën Janë djem të rinjë. Ekipi, si kapiteni i ekipit, ç'mund na thoni për skuadrën tuaj që fitoi? E shkrepe. Ë? E kishim parashikuar këtë ndeshje që do ta fitonin dhe kisha shumë besim te djemtë të skuadrës tonë, pavarësisht se që ne i moshë më të madhe dhe fitua. Auto pas kera shumë. Ishte ekipi dobët. Nuk ishte merita ime, ishte dobësi atyre. Ekipi, ç'mund të thash për skuadrën tuaj? Skuadra mirë, po kish mundësi e më mirë akoma. Juve si portieri më i mirë, sot keni pritur shumë topa, ç'mund na thoni? Djelë që i miri mbetet i mirë gjithmonë. Ç'mund na thuash Për tavolinat. për ekipin e mplakur?
Aktiviteti që shumë I mirë. Skuadra e pleqjve ishte tamam skuadrë. E vlerësojmë edhe trajnerin e tyre, Shokun Dragosh. Mbas përfundimit të ndeshjes, Vatra është në gjendje të rregull, të gëzohen, të festojnë. Falenderojmë shumë edhe portierin, Nurin. Ç'mund na thuash për gjykimin e ndeshjes, për arbitrin? Në drejtim të arbitrit, mirë gjykoi deri diku, po kishte mundësi një dy fallo tjetër për atë skuadrën e të rinjve. Ti e gjykove, lojën? Që një ndeshje e fortë, një ndeshje e bukur, po skuadra e pleqjve e shprehoi njëra teknikën atë mjeshtërinë që ka pasur. Pleqjve, bravo. Edhe të rinjt janë me perspektivë, mirë. Ç'mund na thuash? Për golat që pësove? Ndeshja mirë duk para. Më la përshtypje shumë, lojët më mirë sot se sa herë të para. Ti cerdhe me vonesë? Vetëm 5 minutat e fundit pash le të flasin ata të tjerë. Ç'mund na thuash ti si futbollisti I qendrës më I miri? Ju uroj suksese dhe pranoj një ndeshje më vonë në qendrë. Dhe ti si futbollist I qendrës përsëri më I miri? Ç'mund na thuash fitore, vetëm kaq. Ti përfaqësuesi I Lozhanit? Ndeshje e bukur, ndeshje bravo I qoftë. Nuk keni rënë fare, një më mirë sa ata. Ne në këtë ndeshje me bindje për fituar e arritëm sukses. Për darkën ç'mund na thuash? Ç'ke përgatitur? Darka është përgatitur në një mënyrë të shkëlqyer. Kjo ndeshje që shumë ndeshje e mirë, por skuadra e rinjve ka akoma pluzime të bëj. S'kemi shtemi tjetër shumë të mërzitur, të ndeshje që bëjmë. Ti ta fil ç'mund na thuash? Ndeshja që shumë e bukur. Dhe ekipi I rinjve presim akoma. Falenderojmë portierin. Ti ku? Duhet të bëjmë stërvitje që të juve su kemi I asgjë, po vetëm stërvitja në mungon. Nuk lidhemi Edhe mungesë e trajnerit. S'kishim trajneri në formë, na erdhin. Ja se do marrim çik veteranin. Ç'mund na thuash për ekipin e mplakur? Ekipi I plakur është rini nga zemra, edhe nga këmbët, edhe I lumt për fitoren e t'i shijoj pela e mishit. Djemë të rinë duhet I stërvitni më akoma më mirë dhe të jepni e një ndeshje tjetër. Për gjykimin si e vlerësoni? Gjykimi që I niveli mesatar. Hanovi me në një anë? Nuk hanoj, por aftësia e gjyqtarit do të ishte I niveli më të lartë. Fitoria ishte e kishim disi për kaq thellë. Unë kam shumë besim dhe janë shumë djemë të mirë. Ç'mund na thuash për që hyre ti si futbollist në fushë? Unë hyra vetëm sa për organizim dhe nuk hyra për ndryshuar rezultate. Dhe radhën tjetër fitoren e kanë të rinj. Unë të them që skuadra e të vitrëve fitovi dhe fitovi shumë mirë. E pleqjve fitoj? Po. E pleqjve? Kaq. Skuadra ishte paka shumë, ishte shumë skuadra e mirë, po sidomos portieri ishte merita më të mëdha. Ishte shumë I mirë. Kasi bravo ju qoftë, s'kemi stemi me. Po ti Nevruz ç'mund na thuash? Ishte mazja se mardhinat që unë të rinj. Më mirë, po të të rinj dushin aktivizoshin qik më mirë. Kishin perspektivë për një rezultat qik më të lartë. Më mirë të bukesh ata. Ju falenderoj. Ore, si I ven ato, qik shpat do të hapur që ven ato. Po mirë. Pa një këshu, Për nas. Këtë të muarë në gjenë shpëmit këtu, Të marja I tjetëri. Dilande, I këtin e vjetë. Po me dojë. Mirë, I përfaqësues e Zvarishti.
I Sufi, e këj kaloj të rtisë. Ka platur stomaut. Hodua, kapiteni e ekipit. Golshnusi mi i mirë. Në beratën shumë. Akteni. Mes fushori, mi i mirë. Mjeshtri masë. Dragoshi, mjeshtër futbollit. Garipi, e ardhme e pleqve. Baba i djalit. Misiri ishtë futbollist dhe tani trajneri i ekipit të rinjve. Elmazi, golshnusi mi i mirë. Akoma mbetet i frisk. Kampionatin e të jashtë. Nafizi, mes fushor mi i mirë, mbetet gjithmonë gjeniu i futbollit. Në zemrën tonë. Nuriu, portieri mi i mirë. I përfaqësues e zvarishti. I krahasuar me Leao në Brazilit. Pozicional. Tafili, e ky një futbollist i ardhur në ekipin e mplakur të rritë të vjetërve. Lojtar atlet. Toping të. E para pikë rrjeti atë. Hajde. Edhe të topi. Edhe toping tim. Jo. Sigurande. Ka erdhur në avion. Ka dalë Odo Bashllari pret. Para se të atakojmë, ka dalë Odo Bashllari. Po e pret para se të atakojmë ne një intervistë për televizionin. Çu na thoni? S'kena gjatë mirë. Jam i emocionu për si... Fëmirinja. Gjithë një të stakojnë të. Njërë atë bërë në belë qifë që ka fituar ekipit tim. Neve kemi dërguar një... Të lajmëroni, po ai për futbollit. 2 të akuzuarit në fushatën elektorale. Zoti Guri, na thuaj falsifikove në votime apo ja? Në fushatën e 26 tetorit, 27. Andjet e falsifikuara. Kjo nuk ka asnjë. Veç originalit, asgjë tjetër, veç ndërgjegje së pastër, asgjë tjetër. Të falsifikuarit mendojnë vetëm falsifikim. Drejtësia do dalë jo shumë larg. Ju faleminderit. Ministeri